Në prag të vitit të ri arsimor, fundjavë ndryshe në Pogradec ka zgjedhur të gëzojë fëmijët e familjeve në nevojë duke u dhuruar atyre çanta dhe mjete shkollore falas. Grupi i të rinjve të fundjavë ndryshe Pogradec ka zgjedhur të shpërndajë këto dhurata pikërisht në kohën kur prindërit dhe fëmijët bëjnë edhe blerjet e këtyre pajisjeve shkollore. Fëmijët që kanë përfituar janë fëmijë që vijnë nga familje me probleme ekonomike dhe me të ardhurat tepër të pakta. Kemi pak dhurata të vogla për ju nga Fondacioni Fundjavë Ndryshe Pogradec. Është një shprehje që mua më pëlqen shumë që gjërat që na kanë ngelur nga parajca janë lulet, yjet dhe fëmijët. Ju jeni të gjithë edhe yje, edhe lule dhe fëmijë të mrekullueshëm. Ne kemi dhurata shumë të vogla për ju, për një vit mbar shkollor dhe që të jeni nxënës sa më të shkëlqyer. Do donim që jo vetëm këtë herë, po gjithmonë të qëndronin sa më pranë sepse meritoni shumë, por sa për fillimin e shkollës duam t'ju pajisje me çanta dhe me mjetet e tjera shkollore. Një dhuratë e tillë në prag të fillimit të shkollës ju ka dhënë fëmijëve një gëzim të veçantë të cilët shprehen edhe falënderimet ndaj fundjavës ndryshe, ndërsa premtuan. Do mësosh më tepër këtë vit, besoj. Po. Do mësosh më shumë këtë vit. Po. Mirë, suksese. Faleminderit. E bukur është. E bukur është. Po. Do mësosh më shumë këtë vit. Më dha mësoj. Shumë mirë. Pas ka dhe mjete shkollore, besoj që do i përdorish për gjëra të mira apo jo? Po. Mirë, shumë. Suksese. Faleminderit. Kjo nuk është hera e parë që fundjavë ndryshe gjendet pranë familjeve dhe fëmijëve në nevojë. Çdo fundjavë ky fondacion gjendet në një familje të varfër të Pogradecit duke i ndihmuar me veshmbathje dhe pako ushqimore, të cilat janë dhurime vullnetare.